Lahuta pushon tra. Pse migja ka vdek ka mot, e nipat zdin me i ra. Lahuta pushon tym, e dorca e saj e thyeme si gishtat e miqës mbor. Por kumti lahutës i trash, burnuar, duket se ndihet ke votra përsëri, me këngën e vjetër që tret në gjak. Hej, 300 qika në shatorin kanë, një i matë mirës djali sytë si andan. Lahuta flet, andej vajton me dridhjet e zanit miqës si qyqjan pranverën e parë. Tash gjarp një gdhendu në televiz dhe trimat mbi gjoka me shpata tjekna flutrojnë për zhark. Lahuta pushon tra, e gishtat e miqës në dhe, por në shpirtin e nipave ka mbet një tingull për këngën e re. Një tel i vetëm, mira rrëfime, kujtesa dhe shpirti i marrësisë, arti i lashtë i tingullit, rapsodit dhe skalitjes që rre në zemrën e kombit. Lahuta shqiptare në UNESCO, trashëgimi botrore e njerëzimit. Mirë mbrëma të gjithëve. Është një goxha sfidë e madhe sonte, sepse luan Shkëndia dhe këtu mbrapa kemi ansamblin e këngëve dhe vallëve shqipe këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe tani për momentin do t'i regjistrojmë funksionarët që janë të pranishëm këtu sonte. Pra, përshëndesim zëvendës Ministrin e Kulturës, zotin Sedat Sulejmani, zëvendës kryetarin e komunës Albi Qamili, përshëndesim Bekim Salin, krejt drejtorat me një resht, Njomza Ismaili Imeri, Jetmir Rexhepi, pra drejtori i ansamblit të këngëve dhe vallëve. Mirë se keni ardhur të gjithë. Siç e dini tashmë, ky koncert u anulua disa herë me radhë për një arsye që ju tashmë e dini, por ja do ta mbajmë sonte dhe plus kemi lajme të mira, apo jo? Siç e shihni unë sonte mbaj xhubletën. Lahuta na ka nderuar në UNESCO, ky një fakt tjetër shumë i bukur për ne shqiptarët. Dhe sigurisht arsye për festa do të kemi shumë. Sonte do të ndiqni një program shumë të pasur të përgatitur nga ansambli i këngëve dhe vallëve shqipe, me në krye drejtorin Jetmir Rexhepin. Po ne nuk do dim tani nga cili drejtor t'ja fillojmë, po do t'i ftojmë të dytë. Do t'ja fillojmë nga Niko Qirja kësaj shtëpie, Qendrës për Kulturë, zonja Njomza. Siç e dini, Qendra për Kulturë në muajin nëntor ka pasur shumë aktivitete. Sallat kanë qenë çdo natë për plot dhe ju keni pasur çka të shihni, çka të dëgjoni. Ashtu siç do keni dhe sonte çka të shihni dhe çka të dëgjoni, pasi grupit që kam mbrapa, që e shihni një pjesë dhe një pjesë që nuk e shihni, janë valltarët, kam paraqitur një program shumë të begat dhe besoj që sonte do të merrni një natë shumë të bukur me vete. E ftojmë zonjën Njomza që të marrë fjalën. Të nderuar të pranishëm, të nderuar të tovar, të nderuar edhe ju misafir nga qytetet të tjera që na keni nderuar me prezencën tuaj. Kjo flet se Qendra për Kulturë duhet të bëjë sa më shumë aktivitete kulturore. Prezenca juaj na motivon neve që ne vazhdimisht të punojmë në këtë aspekt. E dini se ky koncert për arsye tashmë të njohura u anulua disa herë, mirë po nuk u zbet dëshira për të mbajë ky koncert, as nga ana ime, as nga ana e drejtorit të ansamblit, po as nga ana e publikut, siç e shoh unë ju mezi keni pritur që ky koncert të realizohet sonte. Ju faleminderit. Andaj nuk dua të zgjatem me fjalime, sepse kjo është një skenë e cila duhet të shijohet.
Jemi të gjithë të ndryshëm, kemi shumë dallime, mirë po, kjo skenë dhe kultura neve na bën të jemi bashkë çdo herë. Andaj ju ftoj të gjithëve ta shijojmë në maksimum këtë program të cilin do na e sjell ansambli i këngëve dhe vallëve popullore shqiptare, të cilët ne me shumë kënaqësi e presim të performoj para publikut të Tovar. Ju falemnderit shumë. Faleminderit drejtoresh. Është një gjë shumë e bukur kur drejtorët, sidomos ata të sferës së kulturës, në përgjithësi drejtorët kur bashkëpunojmë, por më së shumti e ndjejmë atë bukurinë në art, pra në këngë valle, sidomos si këto që do sjellim sonte. Do ta ftojmë drejtorin, Jetmir Rexhepin, që të marrë fjalën dhe të bëj hapjen e kësaj feste sonte. Si duket shumë tifos pas ka Jetmiri sonte, apo jo? Jetmir Rexhepi me një përkushtim dhe me një dashuri të jashtëzakonshme ka quar më lart, disa nivele më lart pra, programin e ansamblit të këngëve dhe vallëve shqipe këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe sigurisht këto suksese nuk do ndalen, do vazhdojnë, së bashku me këtë ekip të mrekullueshme që kam mbrapa. Unë, mirëmbrëma njëherë, unë gjithmonë kam këndu në këtë skenë, asnjëherë s'kam lexuar. Edhe i thash, Gjume, sa ka mundësi të bëjmë një ndryshim të këndoj një këngë, tha jo, duhet patjetër të lexosh. Patjetër. Faleminderit. Atëherë të nderuar të pranishëm, të nderuar funksionar, zonja dhe zotëri. Mirë se keni ardhur sonte për të ndjekur punën dhe përkushtim të ansamblit ton. Ky program ishte i parapartë të zhvillohet në muajin nëntor, por siç e dini, ndarja e parakohshme nga jeta e këngëtarit Shpat Kasapi na tronditi të gjithëve. Në shenjë respekti të thellë për figurën e tij, për kontributin që la dhe për dhembjen e familjes së tij, ne vendosëm ta shtyjmë këtë mbrëmje. Sonte jemi këtu sërish të mbledhur me mirënjohje dhe me një emocion të veçantë, ku arti ka fuqi të na bashkojë, të na ngushëllojë dhe të na kujtojë se kujtimet e bukura mbeten për jetë. Kështu që nuk do ta zgjas më shumë, sepse Gjumazia ka shkruajtur shumë. Faleminderit. Do t'ja lëm sonte kësaj mbrëmje, kësaj galle që kemi prit shumë, edhe shijon së bashku këtë program. Faleminderit shumë. Respekt. Atëherë do ta bëjmë. Kush nuk lexon shumë, do këndojë shumë. Okej, se ka problem Jetmiri. Ne do vazhdojmë me programin dhe sigurisht e fillojmë gjithmonë si zakonisht me një valle dhe më pas grupi solistëve, të cilët do sjellin pashtu këngë, të cilat do t'i prezantojnë në vijim. Pra, valle Viganët e Sharit, Isuf Xhelili do ta këndoj Betim Shabani, Moj Syzeza Vetull Hall do ta sjell Era Azemi për ju sonte, I kam hyp vaporit Besarta Murtezani, Xhamadani Kuçi Gjaku Melisa Loki. Në ndërkohë, një duartrokitje për Besarta Murtezanin, e cila kujdeset me përkushtim që çdo interpretim të jetë I saktë dhe I shkëlqyer. M'duket ju sonte nuk do m'linit flash, veç do duartrokisni, apo jo? Faleminderit, jeni shumë të mirë.
Mbolo ka shku e fjala, se që nën vjet po luftojmo me krajla. Bini o trajma, bini, se që nën vjet po luftojmo me krajla. Bini o trajma, bini.
Duartrokitja sigurisht për të gjithë këta që kënduan deri më tani, do vazhdoj me këngë edhe më tej. Një duartrokitje për ashtu për shtyllën e të gjitha performancave të ansamblit, për të gjithë këtë orkestër që ndodhet këtu mbrapa. Edhe për solistët shkon kjo duartrokitje normal. Dhe sigurisht këlqimja hijun që është udhëheqës i orkestrës. Ne do vazhdojmë me një vallet tjetër me motivet tona, do të ndjekim dasmën e Regjës me koreografi të Gëzim Ali Mehmetit dhe muzikë të Ylber Aslanajt. Sigurisht do kemi të ndjekim dhe këngë, por e veçanta në këtë blok janë vëllezrit Sejdiu, që i kemi një pasuri dhe besoj që ata që kuptojnë nga muzika, dhe unë mendoj se 100% e sallës kuptojnë nga muzika me që jeni këtu sonte, do duartrokasim për vëllezrit Sejdiu që e begatojnë skenën tonë muzikore. Idajetim brapa skenës më tha, nuk e di pse gjithmonë kur shok shu koncert të mirë si sonte më qahet. Edhe kjo të regon shumë se çfarë kuptimi ka muzika për ta. Do ndjekim pra vëllezrit Sejdiu me këngën a kapela Vjeshto moj Virane, një këngë e bukur mjaft e anës. Brahim Keta nga Agron Kalisi, gjithë shqiptarët në gjatë suma, mos më qo fjalë për tel të Sharkis, Besarta Murtezani duhet me në gjatë sumën, Tetovare, Kastriot Latifi, Potpuri ju këndojmë nga Ilirida, grupi solistëve, dhe më pas vazhdimësie Potpuris, Skutaçja e Caucës Topa Topa. Me motivet tona, apo jo? Ti ndjekim. Para mí
Babën ta kanë vrapin, modrën sa një
e nana ime, botrën zemra e djali, torta qizoj nane, kam përkryt e grajli. Hej, Ibrahimi keta i rije, besa i pikoli. Hej, torta qizoj nane, et kam përkryt e grajli. Hej, kam përkryt e grajli. Gjikto male, si kur flasin, jeshkët tona, po buqasin, mos haroni kom spjathoni. Jemi lira, jem të uta, jem të rritur në për lufta. Gjithë shqiptarët kudo janë, nuk kanë tjetër veç një nan. Jemi lira, jem të uta, jem të rritur
lypindoren e të ty o ta bëjnë punoren. Që ndjeli synin herët për mishar, synit e tovare sa pet si kristal, ove sa e mëngjesit ma lagu qerpikun, ah mojt e tovare qysh ma do që shpirtin. Fushës e pologut kur piqen qershi, do të thehem moj zemër, do të thehem një dit, o do t'a bëjmë shtëpino një kala me gur. Edhe nuk dik shari moj, nis do t'ikim kur zemër kur. Te tovare thuj pa shpesen kumrit e nja shtar, se pa ty moj zemra ime s'mrit dita s'nar. Te tovare thuj pa shpesen kumrit e nja shtar, se pa ty moj zemër s'mrihet dita s'nate. Pritëm zogu i lalës, pritëm dhe nëj dit, bota s'është për mua, ty t'ka mille drit, ove sa e mëngjesit ma lagu qerpikun, ah mojt e tovare, qysh ma do që shpirtin. Te tovare thuj pa shpesen kumrit e nja shtar, se pa ty moj zemra ime s'mrit dita s'nat. Te tovare thuj pa shpesen kumrit e nja shtar, se pa ty moj zemër s'mrihet dita s'nate.
shpesën ku mrite një shtar, se pa ty moj zemra ime s'frijen dita s'nat. Te tovare thuj pa shpesën ku mrite një shtar, se pa ty moj zemër s'mrije dita s'nate. Djalim tono po e martojmë, jarnana e jarnane. O djalim tono po e martojmë, jarnana e jarnane. O lumët ne, o lumët ne, o lumët ne, o dhe se shu lonit bedjall, tuj mi fkatja ranit bedjall. Ranit bedjalo. O ja ranit dahtës bredjal, o ja ranit dahtës bredjal, s'qil mi dhend kon vathës bredjalo. Sil mi dhend kona vathës bredjalo.
bezdiz gjerë gjefi moj bio, tu i mi boqora. Tu i bezdiz gjerë gjefi moj bio, tu i mi boqora. Dola të përcola, hej, rrugës nga tetova, hej. Dola të përcola, hej, rrugës nga tetova, hej. Atje bashkëqika, hej, qatë matë majrën shumë me begenisa, hej. Atje bashkëqika, hej, qatë matë majrën shumë me begenisa, hej. Por si molla, hej, ani të lumdora, hej, mi ke faqet kuqe, por si molla, hej. Mbrapa mbizotron një atmosferë e bukur e jashtëzakonshme feste, janë valltare të cilat bëhen gati që të përgatisim pikat e radhës për ju. Do kemi një valle premier, vallja quhet Rezet e Shkupit, me koreografi nga Fadil Zeneli dhe muzik nga Valton Beqiri. Po, ma shumë duar trokitje, ma shumë.
A e dini pse? Sepse gjatë kohës që ata kërcejnë mbrapa, ato po ashtu i ndrojnë veshjet valltaret. Ju mund të mendoni se ka 100 ose 200 valltar, po jo, janë të njëjtët që krejt make-upin vajzat e ndrojnë dhe dalin krejtësisht të reja që ju mund mos t'i njihni me veshje të reja. Kjo është një proces shumë i vështirë, sepse xhubleta për t'u vesh më ka kushtuar shumë një 20 minuta dhe prap gabim e kam vesh, që ta dini. Atëherë, sonte, një valle ekskluzivisht e përgatitur për ju. Një valle e jashtëzakonshme, me shumë emocion, me shumë dashuri, e përgatitur nga Fadil Zeneli. Tani do ta shijojmë vallen.
një lumë, jam kujtue, ftyrën ta dhe lume ta shikue. Vim të një moment të i cili duhet të falenderojmë koreografin Fadil Zeneli, e ftojmë në skenë që ka përgatitur këtë valla e të mrekullueshme që ndogjet. Kësaj i thonë definitivisht të lësh djersën, po edhe shpirtin në skenë. Një falënderim i posaçëm për korepetitorin Tajedin Sinanin, të cilin e ftojmë në skenë që kujdeset që vallet të jenë në harmoni të plotë. Koreografin që ka ardhur nga Shqipëria, gëzimin Dasma e Regjës ishte përgatitur nga ai, Ali Mehmeti, gëzim Ali Mehmeti nga Shqipëria sonte këtu ka sjellur një valle. Ftojmë doajenët, vëllezërit Sejdiu, që na e kanë zbukuruar mbrëmjen me këngët e tyre specifike dy zërëshe, një pasuri kombëtare definitivisht. Falenderojmë orkestrin, valltarët, edhe ata që kanë kënduar sonte, që na kanë kënaqur. Me një fjalë falenderojmë të gjithë. Një falënderim për drejtoreshën e Qendrës për Kulturë, zonjën Njomza Imeri Ismaili, që është kujdesur për këtë koncert sonte. Dhe sigurisht e mbyllin ata me sa e di aktivitetin, apo jo, Njomza, do vazhdojmë vitin që vjen me po aq shumë ngjarje sa kishit edhe si vjet në nëntor, dhjetor dhe në të gjithë muajt e vitit. Atëherë, kudo që do të shkoj ai, në çfarë do lloj posti që mund ta shohim, ne preferojmë më së shumti ta shohim në skenë dhe te kënga, sepse aty përket. Jetmir Xhepi ka një amanet që sonte të sjell këngën Lulkuqe e Gjakovës. E ftojmë drejtorin Jetmir Xhepi.
Haxhi Maqellara ja ka lënë një amanet që ai sonte të sjell këtë këngë Lulkuqet e Gjakovës. Edhe pse dikush tha, nëse nuk e këndon këngën Vin Vapor, atune nuk vi sonte, ama, apo? Ama sonte do sjellim një këngë tjetër, Lulkuqe e Gjakovës dhe jetë mire qefi. O jo s'ke vdek Lulkuqa e Gjakovës, one me malë të kujdojnë, moj ganimete. O jo s'ke vdek Lulkuqa e Kosovës, ganimet moj krenaria jo. Jo s'ke vdek Lulkuqa e Gjakovës, one me malë të kujdoj, moj ganimetem. Jo s'ke vdek Lulkuqa e Kosovës, ganimet moj krenaria jo. Hej, as një fjallë si shpëtoj o prej goje, nanë moj sa shumë duroj. Hej, nanë moj sa shumë duroj. E shkuma të bardha i dilshin prej goje, shokët nën si të regoj. Hej, shokët nën si të regoj. O jo s'ke vdek Lulkuqa e Gjakovës, one me o të kujdoj, moj ganimete. O jo s'ke vdek Lulkuqa e Kosovës, ganimet moj krenaria jo. Jo s'ke vdek Lulkuqa e Gjakovës, one me ma të kujtoj, moj ganimete. Jo s'ke vdek Lulkuqa e Kosovës, ganimet moj krenaria jo. A shkojmë bashkë. E jo s'ke vdek Lulkuqa, one me ma të kujtoj, moj ganimete. Jo s'ke vdek Lulkuqa e Kosovës, ganimet moj krenaria jo. Jo s'ke vdek Lulkuqa e Gjakovës, one me ma të kujtoj, moj ganimete. Jo s'ke vdek Lulkuqa e Kosovës, ganimet moj krenaria jo. Bandet. Edhe për fund, falemderit publikut. Falemderit publikut, ishit mrekullueshëm, si zakonisht dini të jeni. Miru pafshim në aktivitetet tjera.